Ngjyrat e gëzimit në oborin e shkollës sonë erdhi si një festë qershori, por edhe mbyllje e vitit shkollor. Protagonistë ishin vetë nxënësit të shkollës Skënderbej, të cilët sollën larmishmëri ngjyrash përmes lojrave, këngëve, panajirit ushqimor dhe punimeve artistike. Për stafin pedagogjik, argëtimi dhe promovimi i fëmijëve është qëllimi kryesor. Po vjen fundi i vitit shkollor dhe finalizohet një vit i tërë me sfida, suksese, ndoshta ndonjëherë edhe disfata, po që kanë nevojë me u gëzu edhe me u reflektu se çfarë dona me përmirësu në vitin që vjen. Po mbyllet një vit i tërë shkollor me arritje dhe sfida dhe nxënësit tanë sot shprehin të gjithë talentet e tyre, për t'u treguar që ata nuk vinë shkollë vetëm për një notë dhe nuk është nota që tregon se kush janë ata dhe çfarë do të bëhen ata, por janë pikërisht këto aktivitete që nxjerrin në pak potencialin që çdo fëmijë ka. Ky është një aktivitet festiv i cili është konceptuar në 4 kënde të ndryshme, në këndin e panajirit ushqimor, në këndin e aktiviteteve fizike, në këndin e programeve artistike dhe të pikturës. Të gjitha këto përbëjnë ngjyrat e fëmijëve dhe potencialet që ata kanë çdo ditë. Ky aktivitet ishte një festë e fëmijërisë ku nxënësit shpalosen talentin dhe kreativitetin e tyre. Në një panajir ushqimor, secili prej nesh kanë hapur ushqime të ndryshme dhe të mira gjithashtu për shije. Shpresoj që t'i pëlqeni. Unë sot kam bërë kek me kakao. Edhe shpresoj që tjerë ta pëlqejnë, edhe unë më pëlqen shumë këtë aktivitet sepse bashkojnë të gjithë shkolla bashkë dhe klasat e ndryshme. Ishte shumë kënaqësi që ishim sot pjesë e këtij panajiri, edhe falenderoj shumë drejtoreshën tonë dhe zyshën tonë kujdestare. Përmes një programi të pasur me këngë, valle, poezi, lojra popullore, ekspozit me punime artistike e të tjerë.